Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lam të mirë diabet, ja 3 ushqime që duhet i hani çdo ditë për të ulur sheqerin në gjak. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin, ose nuk mund ta përdor atë ashtu siç duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë më pas pasohet me një sër simptomash siç janë për shembull drobitja fizike apo sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqime dhe pije të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mirat sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për ushqimet të cilat rekomandohen për uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Drithrat e plota ose buka e elbit. Ndonë se shumica e bukëve duhen shmangur, buka prej elbit dhe ajo prej drithit të plot të bluar në gur kanë një nivel të ulët glicemie. Ato janë të pasur me fibër e cila e ngadalson tretjen dhe stabilizon edhe nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrush, moll. Shumica e këtyre frutave kanë një nivel të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fibër, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjët e frutave për shembull kanë një nivel të lartë të glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet nga ana tjetër kanë treguar se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë boronica, rrushë dhe moll kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe janë më tepër ushqyese. Kosi. Kosi është i vetmi produkt bulmeti i cili ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka një nivel të ulët glicemie dhe mbi të gjitha është më i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra kanë një nivel të ulët glicemie dhe ka pak gjasa që të shkaktojë luhatje në nivelit e sheqerit në gjak. Tërshëra gjithashtu përmban edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson gjithashtu ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ulin ndyrnat në gjak. Sipas ekspertëve, diabetikët duhet që të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pastër me fibër dhe ato kanë një nivel të ulët glicemie prej 9,55. Ato janë gjithashtu të pastura me proteina me bazë bimore si acide yndyrore, mono të pangopura, antioksidant, vitamina, minerale si për shembull magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhen konsumuar pa e tepruar dhe në variantin e papërpunuar të tyre. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ju duhet që të konsumoni edhe hudhra. Kjo pasi hudhra ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet që të hahet e freskët sepse ushqyesit e saj janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivel glicemie dhe ato janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat të cilët janë të rrezikuar prej tij. Vlerat e lëngut të karrotave në kurimin e diabetit. Megjithëse kanë një shije të ëmbël, ju mundet që t'i konsumoni pa rrezik edhe në qoftë se vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do të ngrejë nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që ju të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj.
Gjithashtu ekspertët rekomandojnë që të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë pasi ka nivele tepër të mëdha karotenoidësh të cilët mund të ndikojnë në pigmentimin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës mund ta pini menjëherë siç është, ta shtoni tek sallata, ndërsa me mbetjet nga shtrydhja e tij mund të përgatisni një kek. Të konsumosh pije të ëmbla edhe kur je me diabet duket si diçka e vështirë, por kjo që ne do t'ju sugjerojmë në këtë video është një pije tërësisht e sigurt. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 800 gram karrota, 200 gram mollë të kuqe, 200 gram mollë jeshile, 20 ml lëng limoni dhe gjithashtu 20 gram ginger. Përgatitja: pritini të gjitha në copëza të vogla dhe më pas shtrydheni. Më pas ruajini në një enë të mbyllur në frigorifer ose mund ta konsumoni menjëherë. Ky lëng me bazë karrota përtej diabetit do t'ju ndihmojë që ju të aktivizoni sistemin tuaj tretës, rregulloni presionin e gjakut dhe njëkohësisht të forconi edhe shikimin tuaj. Diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe gjithashtu në mënyrën e tyre të jetesës. Shumë prej ushqimeve që ju mund të konsumoni në një ditë për diabetikët janë të ndaluara. Këtu futet sheqeri, buka, prodhimet e brumit, madje edhe disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre mund të kthehen në një kur të vërtetë. Këtu futen karrotat, të cilat sipas ekspertëve munden që të ndihmojnë në trajtimin natyral të diabetit dhe më konkretisht lëngu i tyre. Ndaj këtu ju do të mësoni të gjitha këshillat në lidhje me këtë çështje. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, vitaminë A, antioksidant, fibra dhe një sër nutrientësh. Një karrotë mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët thonë se vitamina B6B ka një rol shumë të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat e ndihmojnë trupin që të marrë një sër vitaminash nga ky grup. Vitamina A nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për kontrollin e sheqerit në gjak, duke e balancuar atë për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimi më i mirë i yndyrave, të cilat janë të rëndësishme si DHA dhe EPA që ndihmojnë në zemrën. Për të gjithë personat të cilët vuajnë nga diabeti, duhet që t'i konsumojnë ato pasi janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide gjithashtu mbrojnë qelizat dhe reduktojnë inflamacionin duke përmirësuar qarkullimin e gjakut. Të gjelbërtat, perime si spinaçi, lëpjetat, sallata janë plot me vlera por me pak kalori, duke qenë se treten shpejt nga organizmi, ato nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, këto produkte janë të pasura me vitaminë C që luan një rol tepër të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe tensionit të lartë. Kanella është e pasur me antioksidant të cilët mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mundet që të ulë nivelet e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin që të ulë edhe nivelin e kolesterolit dhe të trigliceridëve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.